mirë se keni ardhë, ata du tjerë teke. Shpëkalon është jeni të parë që po jasë në fortepion e koqë sonë. Mirë, falenderit shumë. Shu përkujdes për du? Mirë, po shoqet, familja, qështu, krejt ka pak. Qëfar ndjenjë është hera jeni të parë që përkaloni në fortepion e koqë sonë? Edhe për neva është hera parë që kemi ardhë këtë. Me shumë knaqësi, kemi ardhë me ftesën e Zikos, kështu që shpresoj që do të kaloj mirë sonte. Shpresoj që do të kaloni sa ma mirë sonte. Falenderit shumë. Falenderit, kaloshit mirë. Mirë mama Besart, mirë se erdhe s'parin Gjilan, që shpëndihesh? Mirë si ju gjetëm, po nina shumë mirë, edhe publiku, pritja publiku do ka shumë e mirë. Si po duket atmosfera? Po më pëlqen shumë, sinqerisht, edhe nina mirë, çdo herë në Gjilan. Të një organizim më i madh. Mirë mama, mirë se erdhe. Faleminderit. Si po kaleni? Mirë. Qysh për ju do këtë organizimit e pijut koç? Organizojmë perfekt. Shumë i mirë, veç ju uroj suksese edhe të më të tjeshme. Ka dhe shumë e vasim renda. Falenderit. Këtu pranë me është edhe këngëtarja Kuran Krasniqi. E Kuran, mirë mrama, mirë se erdhe. Mirë mrama, mirë se gjetëm. Mirë mrama dhe për ju. Mirë mrama. Mirë se erdhe. Qysh po ndihesh e Kuran, që po do këtë organizimit e pijut koç? Fantazi. Jam pak emocionum se e di qysh ka fillu, sa ka pas fëshirësi dhe vërtet nga zemra ju përgëzoj dhe ju uroj shumë suksese. Falenderit shumë, uroj që të kaloni sonte sa më mirë. Mirë mrama, mirë se keni ardhë në Zhurma Show Awards 2010. Mirë se ju gjetëm edhe gëzuar për shumët. Falenderit shumë. Si po ndjeni me ecën të Bitkuqa sonte? Shumë mirë, si do mos në Gjilan shumë mirë. Ju si gazetar është e sikur që nuk keni ardhë këto për me monë ndë një qmim, për nashta për me thonë po. Na gazetar gjithmonë kina dhonë emra dhe jepëm edhe qmime së shproblem. Shumë dorë shlirë jo. Shumë, normal. Okej, veç kaloni sa ma mirë se. Shumë, kalofshi. Mirë mrama, mirë se keni ardhë. Falenderit. Që shpëndini me kalun të pine kuqa? Mirë është, shumë bukur është. Po dukni shumë bukur profesoresh? Falemderit. Mirë se keni ardhë dhe që uroj mirë se ardhë dhe sa ma të marë. Falenderit shumë. Ili, që shpo do këtë son të organizim? Falenderit shumë, veç ju përgëzoj, perfekt po do këtë, perfekt. Okej, veç ju uroj mirë se ardhë dhe sa ma të kanë shme. Shumë falenderit, inshallah kaloni mirë edhe ju. Falemderit. Aten mi shëndëruar, mirë mrama, Hysni mirë se erdhe. Mirë mrama. Mirë mrama, zoj mirë se erdhe. Mirë mrama, mirë se gjithë. Si po ju duket organizimit e piju të kusht spektaklit Zhurma Show Awards 2010? Pritja ishte mirë, ne rastisht të ndalëm veturën atje lartë, por limuzina na priti edhe më duk organizimi mirë. Ju jep një emocion kjo ecje në për defilimin e kuq? Po, natyrisht. Edhe për mua është hera e parë, edhe ishte një emocion në veçantë. Falenderit shumë, ju urojmë qasë se kanë qenë. Suksese juve. Mirë mrama Monika. Mirë mrama. Në gjatë mirë mrama. Mirë mrama, si... Se erdhët? Si po ndiheni? Shumë mirë, falem. Si po kaloni, si po ju duket organizimit e piju të kuq? Ekstra, shumë mirë. Zere ma mirë, bravo. Okej, po ju jep një emocion veçantë? Te pihi normal? Në gjatë për ty erën e Tra parë. mirë, për mua është era parë këtë në Gjilan. Rregull, ju urojmë shumë suksese, do takojmë sërish që preshin shumë befasira. Falenderit shumë. Mirë mama, përshëndetje Trenusha. Përshëndetje. Mirë mama dhe për juve. Mirë mama. Trenush, komplimente. Falenderit. Ke përshtatur ne e sonte të Zhurma Show, si po ndihesh të pijun e kuq? Ti për mirë, po vjen mirë që po na vlerëson edhe neve dikush, paktën po na shohin ta që na dojnë, edhe mi u dho rasti me na po live. Rregull, për juve çfarë emocioni po jep të piju i kuq? Jam shumë i kënaqur që jam në qytetin e Gjilanit, edhe është hera parë që po marr pjesë. Ju uroj sukses organizatorëve dhe pjesëmarrësve. Ju urojmë shumë suksese, brenda ju presin shumë befasi. Mirë mbrama, mirë se erdhe! Mirë se gjeta, Gila.
Goldi që shpo kalon zonën dhe bitë që shpo do këtë organizim? Se ngelar mu. Ska, ma mirë s'ka se ngelar. Hajde Goldi që hajde! Kam dhe shumë. Mirë mama Genci, mirë se erdhen Zhurma Show Awards 2010. Mirë mama, mirë se gjeta. Shpo do këtë organizimi prej fillimit të kështu prej ecës të Bitcoin? Papat e parë që i bona, po shihet që është mirë shumë, shpresojmë dhe mrenda. Okej, vetë shpresojmë që do të fitojnë ata që ti ke punu me ta, edhe shpresoj që do të kalojsh sa më mirë sonte. Shpresoj të fitojnë ata që meritojnë, pa marrë parasysh që ka punu me mua apo jo. Mirëmbrama, mirë se erdhën. Mirëmbrama, mirë se ju gjej. Adelina, komplimente për lukën, më dukeni për mrekulli. Faleminderit shumë. Rregull, na thuaj fillimisht si po duket i organizimi, kjo çapo është shef vetëm në Tepiun e Kuq. Si zakonisht, Ziko TV dhe Zhurma Show është një eveniment i cili mbahet dhe organizohet çdo vit. I përshëndes shumë organizatorët për këtë mbrëmje shumë të mirë, po ndihem shumë mirë. Faleminderit shumë, do të shihemi sërish. Komplimente. Unë dhe Dona ndodhem në Tepiun e Kuq, Dona po dukesh për mrekulli. O, faleminderit. Falë Vikut që na ka rregulluar kaq bukur. Edhe falë me Nakonit për një fustan kaq bukur që ka arrit me gjetë me numër të më shpak problem. Ndërsa unë e përshëndes Robaqepsin Valonin, atëherë shohemi që po vinë musafir, keqa. Është Albatrit Muqiqi. Albatrit, mirëmbrama, mirë se erdhe. Mirëmbrama, se graneta, e mirë? Si po ndihesh, mirë faleminderit. Mirë shumë. Ma shumë se herën e kalum njerëz. Qysh po do këtë organizimi të kësaj që po sheh? Çdo vit, po vjen veç të përmirësohet dhe ma mirë shumë. Rregull, atëherë faleminderit shumë, turojmë shumë sukses të takohemi përsëri. Faleminderit shumë edhe për juve. Mirëmbrama, mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjetëm. Mirë se gjetëm me orime. Faleminderit shumë bukur po dukni sonte. A keni mendu me ardhë me marrë i qmim apo me dhona i një sonë? Ne jemi të nominu, po me shumë knatësi. Gjithmonë thonë ata që i japin qajnë, ata që marrin gëzohen, na sonte gëzohemi duke dhonë. Çmim. Okej, gëzona dhonë shumë që keni ardhë sonte dhe që uroj një naca ma të këndshme sonte. Edhe juve gjithashtu ju uroj për ju përgëzoj për këtë eveniment që i ma shumë stimulim. Faleminderit shumë zotri Besheshe. Faleminderit. Atëherë këtu po del prej limuzinës e madhja Big Mama zbashku me Fjolla Morinën. Atëherë, seksi mama qyshe? Krejt seksi. Komplimente. Faleminderit. Po dukesh kjo qikas Big Mamës, seksi mamës. Fjolla, mirëmbrama, mirë se erdhe. Mirëmbrama, mirë se ju gjeta. Komplimente për lukën, po dukeni për mrekulli, kush është për kujdes? Unë do të faleminderoj Vjollca Llapa Shticën, Vjollca të dua, faleminderit Arta Kaci, ju dua shumë. Fjolla? Për fusari në kujdes Big Mama, butike. Big Mama thesh. Dhe Arta Kaci, për flok. Rregull, çish për ju do këtë organizimi, çfarë emocioni po ju jep kjo organizim? Unë mund të them se për herë parë marr pjesë në Zhurma Show, me të vërtet që nga shkëlqyshëm edhe me të vërtet e ndjeta vetëm si VIP, tamam si një star, edhe publiku e mrekullueshëm, gjithçka rregull. Si që jeni VIP? Po normal. Faleminderit që mërkon, takohemi dhe brenda. Faleminderit, mirëpashi. Mirëmbrama Ilmaz, mirë se keni ardhur nga Maqedonia sonte në gjë. Se ju gjetëm, që sheni jeni mirë? Mirë, shumë bukur po dukeni. Wow! Që sheni ju që shpo kaloni? Mirë shumë, që shpo do këtë pja e Kuqe sonte? Mirë, jom e kam derin që sonte dhe përfaqësoj televizionin Arsat prej Maqedonia dhe të shohim kujt e fitoj çmimin e Best Pop Folk. Okej, me kush është Arja e emisionit. Oh, përshëndet. Okej. Këtu sonte. Okej, shpresoj që do të kaloni sa më mirë sonte. Faleminderit, ju uroj shumë për organizimin dhe Faleminderit shumë. Atëherë miq të dashur të televizionit Ziko, këtu është edhe këngëtarja e njohur dhe shumë e dashur e Dona Lalloshi. Publiku gjilanes po e mirëpret me duart rokitje.
Mirë mbrëma Dona, mirë se erdhen Gjilan, mirë se erdhen Zhurma. Mirë mbrëma, mirë se u gjeta me këtë publik kaq të mrekullueshëm. Përshëndetje Gjilani. Përshëndetje. Komplimente për Lukën, si po duket organizimi Zhurma Show, sa i përket vetëm te piu të kuq. Shumë mirë, shumë mirë. Përshtypjet e para janë fenomenale. Besoj se edhe sonte këto do të kalojë mirë. Faleminderit shumë, ju urojmë shumë sukses. Faleminderit shumë. Shohim kush zbret nga limuzina shpat kasape dhe fustani më i bukur në botë. Mirë mbrëma Adelina, mirë se keni ardhur në Zhurma Show. Wow! Definitivisht wow, po dukni perfekt. Faleminderit. Shumë për kujdes. Përveçën time bushi fesën për duken time kujdesën studio Sigret. Po dukni shumë bukur. Faleminderit. Mirë se keni ardhur. Faleminderit shumë. Mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Wow! Hajde. Selonjer, selot. Lutë. Hajde. Ku është ta vërdita, ma të smare? Amerikë ka shku. Ska ardhë? Sul Valentina, përdryshe Lili, Mikjesh Ajon. Shpat shumë bukur po duke. Dere të dhe ti. Je i nominum sonta, mendojnë që keme fitu diçka? Po, shpresojmë. Po shpresojnë, a? A jesi? Po, sigur. Okej, shpresojmë. Shpresojmë. Valentina Dëdvukaj nga Amerika ka ardhur special për Zhurma Show, po dukesh fenomenal, fantastike, glamorous, just glamorous. Thank you Dona, mirë mbrëma gjithëve. Shpresoj që të kaloni sa më bukur, të gjithë kolegëve të mi ju uroj suksese dhe vetëm suksese. Valentin, çka mundesh më na thon diçka më shumë për këtë fustan, se është diçka ekstremisht i mirë? Fustani është nga designer Gianfranco Ferré, ndërsa luku është nga Kaci dhe Arta. Okej, faleminderit shumë që keni gjetë kohë edhe më ardhë sonte këto. Veç, ju uroj mirëseardhje shumë. A për dita ka mungun diçka shumë të madhe, le ta din. Po, i roha dhe ashtu do sfilata modët, po. The. Andaj këtu pranë meje janë kolegët e mi të nderuar për Radio Televizionit të Kosovës. Mirë mbrëma, mirë se erdhën. Mirë mbrëma dhe mirë se u gjetëm këtu në Gjilan. Si po ndihesh? Shumë mirë, po më duket pak si festivali Kanit, edhe muzika fenomenal që këta dhurus, këta njerë Gjilanit, perfekt. Ne ku na thuaj me pak fjallë, me qenë si ju keni ecë për të pijat kush të ndryshëm gjatë në përbot, si është kjo jona? Fenomenale, me të vërtet shumë entuziasmova, ende pahi e thash, wow, sa mirë që në Kosovë, me pak si njare kësi evenimente, me të vërtet knasi dhe privilegj për qenë këto. Faleminderit shumë për kohën që ndatë me ne, do të shihemi sërish, uroj që të kaloj shumë mirë, komplimente për panë. Faleminderit dhe ti po duke shumë. Faleminderit shumë. Mirë mbrëma, Ledi. Faleminderit. Shumë emocionuese, Kosova mrekulli. Po pëlqeni tërë organizim defilimin e për të pijut e kuq? Ziko TV ka bërë një punë shumë të mrekullueshme. Fantastike. Faleminderit shumë, uroj që të shihemi sërish brenda. Ju si po ndiheni? Shumë mirë. Faleminderit shumë. Gjitha mira, do të shihemi sërish. Mirë mbrëma, mirë se erdhe. Mirë mbrëma, mirë se fiu gjej. Komplimente për Lukën. Faleminderit shumë Ganet. Komplimente edhe ti. Faleminderit shumë. Kjo vit fillimi. Si po ndihesh në ecën e defilimit kuq? Ponina shumë mirë. Po pëlqen të pio me shkronjat Apex ma shumë. Po pëlqen organizimi që kemi bërë? Po pëlqen shumë. Po pëlqen që gjithë ky publik është këtu edhe peni vetëm tamam si princesh. Faleminderit shumë, të urojmë shumë çaste të këndshme. Faleminderit shumë. Atëherë mirë të nderuar të televizionit Ziko, çifti më i lumtur dhe më i mrekullueshëm i Mramjes. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u sërish. Komplimente, edhe vitin e kaluar jemi taku, keni qenë shumë të përshtatshëm, por edhe sot ku kishë vesh njëjtë. Komplimente. Faleminderit shumë. Lero, si po ndihet, si po duket organizimi natës sotme për Zhurma Show Awards 2010? Më duket shumë mirë edhe ne them që vazhdoni të mojt në Gjilan se po bëhet shumë mirë. Faleminderit. Tuta, si po ndihesh sot, si po kalon? Jashtëzakonisht mirë, edhe vjet ka qenë ndjesi shumë e mirë. Prandaj natyrisht që nuk dash të me lonë me na x vjet. Edhe një pyetje tjetër, çfarë ju duket ndryshim prej vitit kaluar? Po më duket që ka marrë shumë njerëz, është pak më ngrohtë se vjet, edhe po duket atmosferë dhe më e gjallë. Njerëz më të qartë. Okej, komplimente, shumë mirë, po dukeni takohemi sërish. Mirë mbrëma. FK? Oh, okej, me konje sonte. Kjo për ndrysh është Albani nga Asha për produksion klipin e ri na kanë bë Asha. Okej, më vjen shumë mirë që njoftom Alban. Ti si je? Shumë mirë po dukesh sonte ke ndryshe. Faleminderit shumë edhe ti.
A jena në MTV, a ku? Qashtu vëdokët, ama jo jemi në Zhurma Show. Shumë mirë, shumë perfekt. Falenderit shumë që po bëni si sene. Okej, falenderit shumë që keni arë, na keni nderu. Shpresoj që të kaloni sa ma mirë sonte. Falenderit shumë. Mirë mirë se erdhët. Mrama, zoja Shpresa, mirë se erdhët. Mirë se gjej. Komplimente, po dukeni shumë bukur. Jep edhe një zbukurim shumë të madh si të piju sonte. Faleminderit. Zoja Shpresa, na thuaj me pak fjalë si po ndihesh në ecën e qëllimit të koç. Si të duket ky organizim nga Ziko TV për emisionin Zhurma? I mrekullueshëm, i lumtur. Nga Shukrie, mirë mbrëma, si po ndihesh? Gjitha mirë, falenderit. Si kaloni sonte? Mirë, shpresoj që këta 3 që janë këtu janë të lumtur dhe gëzojnë këtë liri bashkë me neve. Duket gjithçka interesant. Falenderit shumë, kënaqësi dhe nder për ne, gjitha të mirat. Mirëmbrëma, të nderuar miq të televizionit Ziko, këtu pranë me është edhe këngëtarja e njohur Adelina Berisha. Adelina, mirëmbrëma, mirë se. Mirëmbrëma, faleminderit shumë, faleminderit. Komplimente shumë mirë. Faleminderit. Si po duket organizimi ynë? Perfekt, mas mirë ti për krejtve, Ziko. Dhe kush është për kujdes për fustanin, dukesh për mrekulli. Në ndryshim si vjet për Zhurma. Valdrini është për kujdesur për fustanin, ndërkaq për grimin, keka flokt, kurse unë falë, grimin e ka si flokt. Okej, Adelina, takojmë brenda, falenderit shumë për kohë. Falenderit shumë. Mirëmbrëma. Mirë se keni ardhur zonja Mirvete, shumë bukur po dukeni. Faleminderit, mirë se u gjej. Jeni sonte nominuar në kategorinë e popullores për femën, domethënë, a mendoni që keni me fitu? Po, i falenderona veç që jam e nominuar, do të pres ndoshta. Si ju duket që një organizim si Zhurma Show ka jep domethënë çmim edhe për kategorinë e muzikës popullore dhe nuk i ka harruar edhe atë lloj të muzikës? E vlerësoj shumë, do të thotë, edhe po më vjen shumë mirë që mbahet në Gjilan, se i mungon Gjilanit, edhe pse unë jam vi nga Gjilani, jam e Gjilani, do të thotë. Okej, shpresoj që do të kaloni sa ma mirë sonte, pse ju edhe të fitoni ndonjë çmim. Faleminderit, uroj që të jetë më madhështoria. Faleminderit. Kalzojmë gjithë edhe Prishtinës se si do të mbahet. Faleminderit shumë zonja Mirvete. Faleminderit. Mirëmbrëma, çifti Bajri. Mirëmbrëma, përshëndetje. Si jeni, a jeni mirë? Mirë, faleminderit. Mirë se keni ardhur në Gjilan, edhe më thonë që po dukeni shumë bukur dyt. Faleminderit shumë, mirë se u gjetën. Sonte nuk keni menduar ndonjë çmim? Jo, sepse vitin e kaluar e ndava një çmim, sonte jemi vetëm mysafir. Domethënë megjithatë keni ardhur me përkrah Zhurma Show. Gjithsesi. Okej, faleminderit shumë dhe uroj të kaloni sa më mirë sonte. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Wow! Bravo, shumë bukur po dukeni. Faleminderit shumë. Alban, nusja më mirë se te po më dok. Ja kanë onën femra, s'ki shka. Si jeni, që shpo ju duket organizimi? Po më pëlqen organizimi, është interesant, dhe më thënë tamam si ka hije tyne gjanave. Shpresoj që të kaloni sa më mirë sonte, pse ju Albana do të fitosh në çmim, ndoshta se di. S'po thëmë me rëndësi është pjesëmarrja, se gjithmonë kur kurorzohet edhe një çmim fund është edhe më mirë. Okej, kaloni sa më mirë sonte. Atëherë këtu pranë me janë shumë të është Saimi që sapo zbriti, Vera Sunai dhe këngëtarja e madhe Genta Ismaili. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Komplimente, po dukeni që dy të bukur sonte. Faleminderit. Po e jeshuat edhe të pijun, si po ju duket kjo organizim? Fenomenal, shumë bukur. Si duket i tërë? Mrekulli. Atëherë, falenderit shumë dhe takojmë sërish brenda, shpresojmë që të kaloni çastit këtu. Wow! Mirëmbrëma, Genta Ismaili, mirë se erdhe në Zhurma Show, duke si princesh. Mu të bajnë një rrotull? Wow! Genta, na thuaj me pak fjalë si po ndihesh. Po ndihem shumë mirë, shumë fanca, shumë fëmijë, ajo po mbon mundish mirë sepse fëmija ka energji pozitive dhe dashni të vërtet. Po ndihem shumë mirë, urime edhe sukses gjithve. Genta, na thuaj edhe me një fjalë si po duket organizimi, është një organizim nivel apo jo dhe muzika po të pëlqen vallëtar të Palaçoja gjitha këto që i kemi organizuar. Mas shumë ti po më pëlqen te. Faleminderit shumë Genta. Po pëlqen organizimi shumë ndriçim. I feel like a star.
Okej, na thuaj me pak fjalë kush është përkujdesur për flokët dhe fustanin? Është përkujdesur për fustanin Vjolca, Llabashtica edhe Saimi për grimin, a? Am kam bo mirë? Jo, pas ka arrit gjitha qëllimet, po dukesh për mrekulli. Suksese, faleminderit ke madhështuar mramjen tonë. Mirë mbroma! MC Kresha, mirë se erdhe në Zhurma Show. Qa u bëne ajni mirë? Mirë ju, që shpjodo këtë organizimin? Perfekt, shumë i mirë, shumë i mirë. Është e raport që merë pjesë me një organizim si Zhurma Show me sa e di unë? Po, faleminderit shumë për ftesën. Gjithashtu edhe i nominum disa prej kategorive kryesore. Po. Po shpreson që keme fitu diçka? Nuk shpresoj, unë e bëje muzikë. Tek e funit vlerësimi juve shtaj. Okej, MC Kresha, shpresoj të kalosh sa më mirë, të lutem përshëndeti këta dhuruesit ose u çmenden. Mirë mbroma, wow! Mirë mbroma, Laudin, faleminderit shumë edhe ju shumë bukur po dukni, mirë mbroma. Mirë mbroma. Kush u përkujdes, e kujt ka idea mu vesh? Unë vetë për vete, edhe ti. Edhe unë vetë për vete, a? Shumë fashionista jo. Faleminderit. Okej, Laudin edhe Liberta, ju sonte prezentoni Klan Kosovën këtu, edhe keni mendoni çmim në kuadër të Klan Kosovës. Cili çmim ka më kuanaj që keni mendoj dhe api avroj pa ka shumë kush ka me fitu ajo? Jo, nësë po dojmë e folë kur gjëheq kush ka me fitu, kena me Alona Timrana, po çmimi që kena mendojnë Liberta, ku me kohën Best R&B. Unë e këmë dhonë për femna Liberta. Për mashkoj. Pas një dit me zgjedh, valla. Shojmë tash, si pas nominimeve, kush ka me qenë fitus. Okej, ju uroj mirësardhje dhe shpresoj të kaloni sa ma mirë sonte këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mirë mbroma, Energy Band. Mirë mbroma, mirë si u gjej. Mirë mbroma, mirë se keni orë 3. Ku është edhe Lian tonë? 4 ditë kena e pa u sonte. Okej. Pushon pak. E keni rujt për veti knatësina? Sonte pak, s'ka mujtë më ardhë, kërkojnë falë. Jeni të nominume dhe apë mendoni që keni me fitu apo veç keni ardhë më knoqë dhe me i pa kolekte ju? Pa i mas pari në ardhë, juve mi ju ndërru mas pari, e dyta më knaqë, e treta mirë shumë me fitu pëse ju. Po, shpresoj që do të fitojni. Kaloni sa ma mirë sonte, falinderit. Atëherë, mirë mbroma, mirë se erdhët, si po kaloni, po fillojmë me Ladies First. Si po kaloni? Mirë, faleminderit. Shumë. Po fillojmë me misterat, mirë mbroma, mirë se erdhët. Shëndetje, urime. Falenderit, si po ndjeni, afro më afër. Mirë, super. Si po kaloni? Po, ta shohin tash brenda. Shpresojmë që të kaloni mirë. Okej, gjithashtu. Maxi Krenare, mirë mbroma, mirë se erdhët. Mirë mbroma, mirë se gjetëm. Wow. Falenderit shumë. Na thuajmë pak fjalë si po ndjeni, si po kaloni. Shumë mirë, si në MTV. Rregull, na thuajmë pak fjalë, Krenare. Ku është edhe një bjondin tjetër? Një bjondin tjetër që ku është sofa këtu. Rregull, ja erdhe me dyja, ja sa erdhe. Po, me dyja. Rregull, falenderit, takohemi sërish, falenderit. Mirë mbroma, Labi, mirë se erdhe. Wow, hajde, masha. Labi, mirë se ka në Gjilan, mirë se ka në Zhurma Show. Faleminderit, mirë si u gjej, një atmosferë jashtëzakonshme e mirë. Pëlqen? Po vjen mirë që është në një qytet tjetër të Kosovës, do të Gilani. Shpresoj që antarmen gjithë Kosova do të përfshihet kështu me Zhurma Show. Po shpresojnë që kemi fitu diçka? Allah e din, edhe këta. Okej. Labi shpresoj të i përshëndes që adhurues të tonë të kaloni sa ma mirë. Mirë mbroma, Lori, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Dukesh për mrekulli. Shumë falenderit, shumë falenderit, është ambienti pa parë. Si po duke nata sotme? Nata sotme, unë desha të bëj një kompliment, te piu i kuq, ndjem shumë mirë, shpresoj që do kalojmë shumë bukur sonte. Vjetë e kam parë në përmjet ekranit dhe më ka pëlqyer shumë. Si vjetë po e shijoj vetë këtë mrekulli dhe do ta them një shprehje të Edonës, kryesores të këtij spektakli, të Zhurma Show-ut, e cila për si vjetë ka thënë ka më qenë wow. Falenderit, Lori. Kush është përkujdesur për veshën?
Për veshjen komplet është përkujdesur kreatorja e mrekullueshme Vjollca Llabashtica, të cilën e falenderoj nga zemra. Ndërsa për flokët dhe grimin është përkujdesur Kaci me Artën. Gjithashtu i falenderoj. Atë Lori nuk për zjas, fansat presin për të përqafoj, përqafoj fansat minuta kopshë. Sigurisht që sonte nuk mungën asgjë, janë të gjitha në dispozicion, është muzika, janë valltarët, palaço, gjithçka që t'ja argëtojnë të gjithë, po njëkohësisht është edhe fotografi minjor Veton Osmani, i cili atje bën foto të ndryshme dhe në këtë rast për shfrytëzoj rastin e bëni foto. Hajde gëzim, hajde. Veton, mirë mbrëma, ç'është po kalon? Mirë, faleminderit, ç'është me kalon ndryshe. Kena arë me bëni foto. Hajde, me qenë se bëja bën gjithë këngëtarëve. Ketë VIP-ve dhe ty. Hajde dhe mu. Bashkë mikrofon televizionit Ziko. Faleminderit Veton, shumë shihemi. Shkojna tek Dona, e cila për pak qaste më zhdukën. Qojmë tash se ka këngëtar tjerë që do të vinë sonte. Mramja ende s'ka fillu, është i mramje gjatë e madhe që do të filloj, po e kërkoj kolegën time Edonën që m'ka hub dikën. Edon ose Peng? Qush pa kalën Edon? Shumë mirë. Akoma knaqi se me kalu me një... Konvendos, kom fillu prej Vetonit edhe kreve me au buka një pytje. Hajde dhe munja, qare mama. Qush po ndihesh në tepion e koq? Nuk është e raport që po jetë në tepit koq, po shumë mirë. është emocion i papërshkrum. Shkojna tek Jehona, qush po ndihesh në tepion e koq sonte në organizimin e Zhurma Show? Mirë shumë, masi që është i raport, shumë mirë. Rregull, shkojna tash falënderit. Po e zbukuron mramin, shumë mirë po dukesh. Shojmë pak të kushtrim. Veç si po kalon? Jemi të më s'ju afro se u mërdhia dhe ka emocion. Qush po ndihet, qush po duket organizimit e pijut? Mirë shumë, deri tash ka shku mirë dhe ashtu fundi për jashtë. Rregull, palaço, atmosfera më e madhe sonte, qush po kalon? Fëmija ma mirë po gëzohen se të majtë. Shumë është atmosfera mirë. Apo kushtrim? Rregull, palaço, hajde i pojna intervistat. Maki, vallëzim, po pak vallëzim po jep sonte, qush po kalon Maki? Shumë bukur po kaloj. Është pa koha e ftoftë granet për çata. Kena me prit me ek. Shkojna të bardha dhe të shkurta valltarët tona ma të nxehta, ç'po kaloni sonte? Super. Po ndihesh në tepit koq? Normal, super. Rregull, bardha, një styling para intervistës. Bravo Bardha, si po kalon sonte Bardha? Shumë mirë, faleminderit për juve. Qush po kalon? Shumë mirë. Cili këngëtar është ai që ke dashur me pa dhe e ke pa? Po, Blero ka qenë. Okej. Çepi u pyet edhe juve, cilin këngëtar ke pas me pa? Gold dhe Gjiën mas. Ti? Edhe Gjiën. Skender. Ai pa të krejt? Hajde një duar të rgjit. Edhe si kreshën apo. Mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se ju gjetëm. Si po kaloni? Mirë shumë, unë tash sa po erdha edhe po shoh që atmosfera që nga shumë nivel, e përgëzoj Zikon për këtë organizim të tillë. Me të vërtetë artistëve ju vyn si evente, edhe ju falenderoj shumë për ftesën. Shumë për këto fjalë të mira. S'ka gjë, kaloni son. Oh, man fund. Arritën edhe Mario Bishini dhe grupi Revolt Clan. Ku jeni? I didn't Savonist. You know how late it is. Hello. Welcome to the red carpet. You missed the show actually here. There were plenty of people and the show just started inside. So we were just waiting for you because you're too late. Okay, I'm very happy to be here with the Revolt Clan. It's nice to have you here. You're nominated in Best Dance Male. Do you think that you're going to win that prize? Or do you hope so? Yes, I hope. No? Don't you boys? We hope to win this prize. Yes, and I hope it will be a very wonderful night. Yeah, the show just started and I wanted to ask you guys, okay, now, tani shqip! Yeah, qësh më kaloni edhe, pse u vënut ka shumë, qëfar ndodhi me juve? Na vonuan në kufi, trafik, tuneli famshëm i ka. Këtu kishte aq shumë njerëz më herët, aq shumë njerëz për ju jeni 1 orë e 10 minuta me vonesë. Kështu që unë jam ajo që ju kam prit këtu. Te Prishtinës i kërkojmë falje të gjithë kosovarëve, na falni dhe ju duam shumë fort. Jeni shumë të mirë.
Okej, shpresoj që keni me kalu shumë mirë sonte dhe ju uroj mirësori dhe vazhdoni mrenda. Më falni që keni mungu gjatë këtij show që ka qenë këtu jashtë. Faleminderit edhe ne me mirë se u gjetëm juve. Okay, Mario, I hope you will enjoy the show, and I'm so sorry you missed the show, but I don't know what... It's okay, it was a long trip, but it's okay, we are here now. Okay, just get inside, because I don't know if they will call your name now, so I will tell them that you're here, guys. Okay, kiss you, bye. Bye.